Në përkujtim të një jete të ndritur në shërbim të dijes, kulturës dhe dheut ishte aktiviteti përkujtimor në një vjetorin e ndarjes nga jeta të studiuesit Luigjë Shyti, që mblodhi së bashku miq, familjar dhe bashkëpunëtor të tij ndër vite. Ceremonia organizuar në Bibliotekën Shkencore të Universitetit Luigjë Gurakuçi kulmoi me dhënien e certifikatës së mirënjohjes pas vdekjes nga kryetari i Këshillit të Qarkut Edmond Dou, me motivacionin për kontributin e dhënë në zhvillimin e arsimit si mësues dhe drejtuesit disa shkollave, si dhe për krijimtarinë e pasur poetike e publicistike të Shytit. Për kontributin e veçantë në zhvillimin e arsimit, si mësues dhe drejtues i disa shkollave në Qarkun e Shkodrës. Për veprimtarinë e frymshme si sekretari i shoqatës Avdetare Dugaxhini dhe kryeredaktor i gazetës Dugaxhini, si dhe për veprimtarinë e pasur dhe krijimtarinë e tij poetike, publicistike, studimore, që pasqyron vizionin e gjerë kulturor me frym europian. Në emër të gjithë familjes se të vazhdojmë rrugën e tij ashtu siç na ka mësuar. Kryetari i Qarkut Edmond Dou vlerësoi rolin që ka luajtur në jetën publike dhe në ngjarje të rëndësishme për arsimin dhe jo vetëm intelektuali Luigjë Shyti. Me propozim të shoqatës Avdetare Dugaxhini, Këshilli i Qarkut Shkodër nderon sot pas vdekjes me certifikat mirënjohje. Ne shen respekti për kontributin e tij të vyer në zhvillimin e arsimit, si mësues, drejtues i disa shkollave të Qarkut Shkodrës, por dhe veprimtarinë e tij të palodhur shoqërore, kulturore e kombëtare. Zoti Shyti ishte jo vetëm një mësues i përkushtuar, por një intelektual me vizion të gjerë kulturor e frym europian. Si sekretari i shoqatës Dugaxhini dhe kryeredaktor i gazetës me njëjtin emër, ai dha zë idealit të bashkimit, zhvillimit e përparimit të Qarkut tonë. Në krijimtarinë e tij poetike, publicistike, studimore, Luigjë Shyti dëshmoi dashurinë e thellë për gjuhën, për kulturën dhe për vendlinjen. Ai përkistat i brez idealistësh që besonin se përmes dijes dhe kulturës mund të ndërtojnë një shoqëri më drejtë dhe më qytetëruar. Drejtues e arsimit, kolege bashkëpunëtor ndër vitet të tij nxorën në pa vlera që përfaqësonte Shytin në jetën publike. Te Luigjë pash një personalitet mjaft të ditur, mjaft të emancipuar, lak mendësive orientaliste, në veç atij uni, përjashtimi edhe ai, ishte mjaft bashkëpunues. Shton të probleme dhe hajde ta zgjidhim ose ta bëjmë bashkët. Kjo ishte motra e tij. Prandaj e ndjej veten kanar që pata një shok në krah si Luigjë dhe punoi gjatë së bashku. Jo rrallë herë mësuesit si Luigjë kanë punuar me shumë përkushtim dhe ndershmëri, po përpjekur fare që punën e tyre me ja vlerësu ose me ja reklamu dikush. Dhe jam shumë e bindur që mësues si Luigjë janë pikërisht ato që vënë gurët e themelit shumë të rëndësishëm në arsimin shqiptar. Thesi nuk ishte për Luigjën vetëm vendlinje, por shkollë e parë, një libër i hapur jetës, ai e përthithi natyrën si frymëmarrje, dëgjoi për rreth që tregonin legjenda dhe preku me duar historinë që jetonte në çdo gur. Në një familje fisnike, me rreth të thella në Dugaxhin, ai u edukua me besën, nderin dhe dashurinë për dijen. Luigjë Shyti lindi në 23 mars 1948 në Theth, ndërsa kreu studimet për biologjikimi në Institutin e Lartë Pedagogjik. Ai ishte drejtuesi disa institucioneve arsimore, ndërsa është autori mbi 400 artikujve, kryesisht në gazetën Dugaxhini, në të cilën ai mbajti edhe rolin e kryeredaktorit dhe drejtuesit, autori 12 librave, si dhe i vlerësuar me çmime të ndryshme, ndër të cilat Mirënjohja Martin Camaj, pishtari i arsimit e të tjerë.